të familjarëve të Sali Berishës dhe të ndërtuesve të familjes të tij dhe me ndihmën e kryeministit gjithmonë po qëndroi linjës së pretenzës prokurorisë me ndihmën e autoriteteve shtetërore, me vendime qeverie, me emrime, çemrime etj, me shpronësime, u arrit pra që brenda pak kohe pra të shumë fishohej pasuria të ardhurat e dhëndrit të zotit Berisha. Paro Laçin e kam tani ndidhe si gjithmonë aktiv. Paro, mi mbroma. Mi mbroma dhe përshëndetje. Studios, pjesëmarrës studios të gjithëve. Përshëndetje dhe ty, dukesh më i ri se kur, si gjithmonë. Paro, një pyetje kam. Si ka mundësi që mediat shqiptare janë kaq të pafokusuar, atë që normalisht duhet ishte fokusi kryesor, procesi i parë serioz i drejtësisë së re për afera korruptive që lidhen me politikën? Tash të flasim në gjuhën popullore, si thonë në Itali terra nga që flas nga Milano. Atëherë për mendimin tim mediat e kuptojnë në thelbin e kësaj çështje, e di që është një çështje përciptas, me këtë situatë Berisha të të hedhë ndoqja dhe parafolës në studio. Pa i vënë prangat dhe Berisha vetëm kundërshtar që kishte dikur vetëm pse e shoqëroi në birusat e komisariatit, atëherë ka qenë Ilir Meta, ka dashur ta vrasë në Bruksel. Dhe kemi cekur dhe tjetër, kjo s'ka... Berisha gjithë mediat mendojnë i blenë dhe mendojnë që është i fortë. Para se vitin pushtet 2005 do të përmend dhe diçka, Berisha është njëri që i pagun mediat. Di shumë mirë kanal lekët nga Gjermania, ka qenë lek droge. Di shumë mirë Berisha është zeni kreditin dhe janë paguar 7.500.000 euro me dalë në RTF TVI të Francës, para se të pushtet vetëm me rrit imazhin e vet. Berisha i pagun mediat, Berisha mund të paguaj çdo gjë, por Berisha mund të paguaj njollën dhe turpin që ka bërë Shqipërisë. Du të prek një gjë shumë vogël Koli, të lutem nëse më lejon. Në 97 Berisha bëri një vllahvrasje të mirëfillt mes shqiptarëve. Jam pjesë e asaj strukture, kam qenë gardë Republikës, i di shumë mirë urdhra që ka dhënë Berisha. Mos kishin ikë ato gjujtësit bombarduesit që ato avionët reaktiv që do bombardoshin mbi Vlorë, do hidhshin bomba me thas, pa kufi në Vlorë. Urdhri Berishës vetë është dhënë gjithë e majnë mend se unë me datë 3 mars jemi nis nga Shiku, Tirana nga qendra Shikut, jemi nis drejtim Vlorës, kemi ndaluar në Fierë në qafë Koshovicës. Kam qenë pjesë aktive e këtyre terroreve që Berisha ka bërë popull shqiptar, jug veri. Kemi qenë, kuptohet, nuk po them se jam i penduar pse kam bërë atë veprim, sepse kam bërë atë veprim me atë brimosi që isha, po të them dhe një herë, e kam bërë sepse ishte kjo lufta e madhe e veri jug, që është një përçarje, ishte një luftë që na thoshe po lufton komunizmin, që pas ka qenë super komunist, duke mos e ditur origjinën se unë jam një person internuar dhe i rritur jetën time të rinisë, kam kaluar laç, nuk është se kam qenë i ranqeve të larta politike, të kuptosha politike, kam qenë njëri i brymosur për Shqipërinë, për atë dheun kundra komunizmit. Dhe këtë desha të cek, Berisha ka bë vllavrasje, Berisha ka vrarë, ka dhënë urdhër për të vrarë, një ndër këta jam unë që ka dhënë urdhër me vrarë. Se s'ka pas asnjë lloj arsye me i vupi se në kokë në tanë cekës, ditën për diell, nuk e kam bë natën. Unë ku kam punu force Garda Republikës, nuk kam vu mask asnjëherë, s'kam majt kokore asnjëherë, gjithë e dinë. Kam pas një fytyrë, sepse gjithë investimet kam ke fytyra, nuk i bikuj të qafë. Kam menduar që Berisha s'është hajdut, Berisha është nacionalist, Berisha do Shqipërinë. Kam menduar që po i hap debull me dhënë armë Kosovës, nuk është e vërtetë. Kosova gjithë armët. Kjo është shumë interesante pasi nëse më lejon, kjo është shumë interesante pasi këtë perceptimin që ka një ndasim midis themi zotit Berisha si autoritar, agresiv politik dhe mosqenit i korruptuar, ky lloj perceptimi ka ekzistuar shumë fort, te ky lloj perceptimi kam besuar unë deri në vitin 2005. Dhe kjo ishte edhe arsyeja pse zoti Berisha goditi fort me tezën me duart pastra përballë një sekond. Do të pak më inteligjent. Jo, dakor. Se unë Koli, unë kam besuar deri 2008 atë. Jo, unë deri 2005-ën, se pastaj ndodhen gjëra etj dhe sigurisht kulmi ishte me thënë vërtetën Gërdec, se pastaj që i buri ka pak në gjithë shka, besoj që ai ka qenë dhe pikë kthese në mënyrën se si edhe zoti Berisha e pa dhe aktivitetin e tij politik nga i momentet tut e sigurisht në mbrojtje të familjes së tij, deri diku nga ana personale njerëzore e mirë kuptoj, por patjetër që kur je kryeminist i vendit përgjegjësitë janë më të mëdha. Para vetëm një gjë, për sa i përket
procesit të partizanit. E di që e ke vujt mikuris vetë, kuptimin fizik të fjalës, kuptohet, por a ke pritshmëri që ky proces në këtë zallamahit madhe ku tentohet të hiqet fokusi, ku, siç e tha Froku pak më herë, ndoshta e ndoj që nuk del asgjë në sipërfaqe. Mirë bën që nuk del asgjë në sipërfaqe, po ndërkohë për gjërat e tjera, proceset e tjera, merret veç gjithçka, bile shumëzohet me 9 dhe për 10. Pra, në momentin kur themi gjyqtarët janë me lidhje direkte me familjare, me Partinë Demokratike, në momentin kur ka një shkallë të lartë skepticizmi ndaj drejtësisë së re, mendoni që ky proces do të përfundojë të vendosë drejtësi? Të pritshmëritë i kemi dhe shpresojmë, por drejtësia duhet ditë në shumë vende ku s'është vënë drejtësia, ka dhe vetgjyqësi. Por shqiptarët e kanë të freskët të mendje se sa poshtërsi, sa vujtje, sa zallamehi ka si edhe ekipit Partizani,